يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد falënderimet I takojnë Allahut, atë falenderojmë, atë adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe paqe dhe strehem kërkojmë. Dërgojmë salavatet më të mira që Zoti na ka mësuar ndaj pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndaj familjes, shokëve dhe ndaj çdo besimtari që ndjek rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nga ana e besimit I takojmë jemi pjesë të një trungu të madh që njihet ummet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pozita jon, vendi jon në këtë trung, si popull nuk ka dyshim se jemi një ndër degët e këtij trungu të madh që njihet pra ummet, popull, pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ndërruar vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se nga njëherë ky trung fillon të lëvizë, fillon dhe thotë shkundet, dhe kur trungu pra shkundet, lëvizët, nuk ka dyshim se edhe degët e tij lëvizin së bashku me të. E mira e këtij trungu është se ky lëviz nga njëherë, në kohën e fitnëve, në kohën e trazirave, në kohën e turbullirave dhe mjegullaniave të ndryshëm, por duhet të dim se ranit I ka aq shpellë sa që nuk mund ta shkullë askush. Nga njëherë degët e tij zvarritën për tokë dhe aq poshtë bin sa që njeriu mendon se ato do të kthehen një herë, por me kalimin e kohës shpejt ato kthehen në vendin e saj. Sot ky trung ku do në botë? Trungu pra I ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka filluar të dridhet, ka filluar të lëvizet, të shkundet. Nuk ka dyshim se me të edhe degët e tij. Si pasojë asaj na që gjuha e pejgamberit alaihi salatu wasallam na ka paralajmëruar neve si muslimanë, se do të vinë këto kohë trazirash, do të vinë këto kohë të fitnave, kohë të përçarjeve që muslimani I beson hak. Dhe kur muslimani nuk duhet të ndi veten keq, ose të ndi veten inferior ndaj këtyre ngjarjeve që ndodhin nëpër botë, sepse ai e din dhe është krenar se për këtë ka paralajmëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam më shumë se 1400 vite. Dhe të njëjtën kohë ndihet krenar dhe e din se këto kohë të cilat ai e don, thotë për këto më ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por njëjtën kohë, ai nuk duhet të përullet, nuk duhet të jetë një promotor I cili vetëm I shpërndan këtë lajme. Do thotë se pejgamberi I Zotit ka thënë se do të vini kohë do kjo kështu më radhë. Të jetë një burim I cili I shpërndan këtë lajme. Por besimtari duhet të jetë vigjilent dhe sy hapur për të pas mas pari veten e tij derë, se mos unë do të jem pjesë e atij grupi e atyre njerëzve të cilët I dhezën dhe I fillojnë këto fitne për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar në hadithet e tij. Se e ti zaman. Në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përdor këtë term, se e ti zamanun ala ummeti, se e ti zamanun ala nas. Do të vijë një kohë për ummetin tim, për trungun tim. Pastaj do të vijë një kohë për njerëzit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar se e ti
zamanun ala ummati laysa min al-islami la ismuhu. Që për Islamin nuk do të jetë, nuk do të mbetet vetëm se emri i tij. Pastaj alayhi salatu wassalam ka treguar të thotë se do të vijë një kohë kur do të vijnë disa vite, do të thotë vite mashtruese. Kur i sinqertë do të thotë përgënjeshtrohet, e rënacake do të thotë i besohet kështu më radh dhe do të flet do të thotë një radhë. Dhe shumë hadithe tjera ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar se do të vijë një kohë ku do të derdhë gjaku, do të ketë mbytje, do të shpërndahet immoraliteti, do të përhapet alkooli dhe kështu më radhë. Dhe shumë hadithe do të thotë të cilat sot flasim do të thotë për këto kohë, të cilat neve jemi dëshmitar të asaj që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se do të vinë këto kohë të razirash, kohë me mjeku, sepse shumica e njerëzve pastaj nuk e din ku e kanë vendin dhe pozicionin e tyre. A kish mendu dikush do thotë se do del do thotë nga bijtë e këtij vendi, të cilët babgjysh kanë dëshmuar me fjalën la ilaha illallah dhe ata një ditë do dalin dikush, disa kalamaj do thotë që do ta përdorsin këtë fjalë. Ju kish thonë do thotë baballarëve gjyshta thonë se do të vijë dikush do thotë që do të luajë me dëshminë, me shahadetin, me fjalën që Zoti Dhul Xhelal për këtë ka kriju botën, ka dërguar pejgamber, ka kriju xhenet dhe xhehenem. Për këtë fjalë do thotë do të vijë një ditë se dikush do thotë do ta përdorë këtë fjalë. Kush i nuk ka shkuar mendja. Por ja do thotë kjo ndodh sot. Ndodh si pasojë do thotë e këtyre kohëve, si pasojë e këtyre trazirave, të cilat njerëzit duke larguar nga feja dhe kuptimi i drejtë i saj, nga feja dhe kuptimi i drejtë i saj, e bën do thotë që ata të bëjnë do thotë si kundërpërgjigje ndaj dikujt tjetër, të bëjë do thotë një vepër dhe më të shëmtuar se ai që ti po mendon. Andaj nderuar vëllezër besimtar, ne jemi të thirrur ka sot që ti tregojmë disa porosi të shkurta përballë këtyre kohëra kur na vijnë si besimtar. Unë si musliman përballë këtyre kohëra, a jam unë ai i cili i largoj këto? A jam unë ai i cili mundem do të thotë ti zbus këto? A jam ai i cili do të mundem do të thotë që unë pozitivisht kontriboj? Apo cila është do të thotë roli im kërshile këtyre kohëra kur na vijnë? E para që duhet porosia e parë është kthimi tek Allahu xhel xhelal. Kur vijnë këto kohëra do të thotë trazira ndryshme fiten, s'ka shpërndahen do thotë në mesin e një shoqërie, mesin e një popull, apo kudo në botë, duhet ne që t'i kthejmë Allahu xhel xhelal. T'i kthejmë Allahut pse? T'i kthejmë Allahut me lutje, duke lutur Allahun që të na bëjë stabil në fenë e tij. O Zot, mos e bë këtë fitnë sprov për mua. Mos e bë këtë fitnë që on del nga gjuha ime, apo on të marr ndonjë veprim që kjo do të më kushtoj mua në dynjën e herë. A nuk ishin pejgamberët e Zotit ata të cilët e lutnin Allahun xhel xhelalu për këtë udhëzim? Allahu e sjell djalin e Nuhut alayhis salam. Kur ditën kur biri i tij do thotë kur erdhi koha fitnë, kur biri i tij do thotë nuk dojtë të vinte me Nuhun alayhis salam të hypte së bashku në anije për të shpëtuar, Nuh alayhis salam i tha djalit të tij, qala la asima al-yawm min amri la illa man rahim. Sot s'ka shpëtim do thotë prej këtij momenti o birim vetëm atë që Zoti e mëshiron. Ne pra kemi nevojë këto kohëra me lut Allahun për mëshirën e tij, që mëshira e tij na ka planuar. Pastaj Ibrahimi alayhis salatu wassalam tha, qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi dhalin. Sikur Zoti jem të mos më udhëzonte mua, unë do të jem nga ata nënën e atyre të thotë të cilët vetë e kanë humbur. Këto janë të thotë fjalë lutje që Zoti i ka sjellë në Kur'an, e neve do të thotë mbesin mësime për neve për t'i mësuar këto. Kjo është pra dera më madhore që njeriu e ruan veten e tij. E ruan veten e tij kur kthehet tek Zoti dhe i lut Zotin o Zot, mundso ma ta shoh të vërtetën ta pasoj atë dhe mundso ma ta shoh të keqen të kotën dhe të largona prej tij. Në anën të kundërtën, nëse njeriu do të mbështetet vetëm në veten e tij dhe mjafton me veten e tij, edhe Allahu xhel xhelalu ngrej dorë nga ky person edhe e le pastaj të humbur në mesin e këtyre kohërave,
cilat do thotë vinë shpesh herë tek njerëzit. E dyta, kujdes do thotë nga pasimi i nefsit dhe kyçja në komentimin do thotë e këtyre ngjarjeve që ndodhin. Tha filani, nita filanin, kishin thonë, po bëj kështu, po bëj ashtu. Gjitha këto do thotë kur njeriu nuk i bën dobi. Sepse ti nuk je në pozicionin e një komentatori të këtyre ngjarjeve, por je do thotë i thirrur do të bëjsh durim, dhe të bëjsh do thotë të jesh më syçet dhe të jesh pjesë asaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të lutem ma mundso fjalën e vërtetë kur jam i hidhruar dhe i kënaqur. Kjo ishte lutja pra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo duhet të jetë motoja jonë në këtë kohë. O Zot, na mundso ta themi fjalën e vërtetë kur jam unë i hidhruar. Kur mua më konvenon apo nuk më konvenon. Mundso ma ta them fjalën e vërtetë. Kjo është lutja që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo duhet të jetë porosia jonë e dytë. Porosia jonë e tretë është mendimi i mirë për Allahun. Sepse Allahu çdo gjë që ka caktuar për muslimanin, mëshira e Zotit i ka parapri hidhrimin. Allahu nuk punon vetëm se me udhësi absolute, me dije absolute që i paraprin gjana para se më ndodh. Dhe besimtarët duhet të jetë syçet dhe kur ai ka mendim për Allahun xhelel xhelalu të mirë, kjo ja freskon zemrën në këtë kohë. Ja freskon zemrën dhe njëtën kohë i largon dyshimet e djallit të mallkuar i cili mundohet me ngjall dyshim dhe cytje në zemrën e çdo besimtari duke thënë se ja çfarë po ndodh me juve. Ja çfarë gjendje keni ardhur musliman. Dhe shpesh herë të thotë e bën ndoshta këto fitnë këto kohë i bojnë ndoshta njerëzit mu largu dhe prej shtëpisë të Zotit. Ka njerëz ka njerëz të thotë në kohën e trubullirave të razirave që kanë ardhur si pasojë të dikujt tjetër në këtë vend, për shkak të thotë ignorancës tij, për shkak gjehlit tij, sot do thotë ai njeri tutë do thotë ma anxhel. Se mendon se nëse vjen e fal xhumon, mundet me arrestu policia atë. Kjo është fitnë për njeriu, kjo është provë që Zoti e ka sjellë me qytet e nimet, a ki për nimet i marrë në xhami, apo e ki në moment që dikush lëviz dika këto degë do thotë ti kthehesh mbrapa. Kështu duhet kuptohet feja jonë dhe rrugës e besimtar. Kështu do të duhet të kuptohet shkuja në xhami dhe kryerja e obligimeve ndaj Zotit. Por do thotë këtë e bojnë vetëm njerëz të cilët qysh në fillim start nuk e ka kuptuar pse duhet me ardh në xhami. Pse duhet me kry namazin, pse duhet me ardh në xhami dhe të si pasojë. E katërta porosia është patjetër duhet njeriu të thotë kërkon deturi. Kemi thonë se më shumë ti që e ka luftu dikush ignorancën e ka luftu feja e Zotit. Praht në Islam do thotë ignoranca nuk ka dhe ignoranti nuk ka vend, nuk ka mexhlis, nuk i jepet hapësira atij komoditet, mu do thotë mexhlisin e Islamit, ignorant. Dituria e ndërrullës dhe besimtar është e cila ta mundson, është sikur dritë, reflektor, e cila ta mundson me pa rrugën dhe të njëjtën kohë ta mundson me pa të keqen dhe të mirën. Me pas se cili është i drejtë dhe cili i pa drejtë. Cili është besimtari sinqert dhe cili është munafik. Pa dituri nuk mundesh mi dallu. Sepse dituria të epë këtë mundësi për t'i dallu gjëra cilat janë të qarta pastaj pohën për ty. Dhe porosia e fundit dhe e pestë është konfirmimi i lajmeve dhe verifikimi i tyre kur ato ndodhin. Ne si musliman do thotë kemi folë dhe të kaluar se nuk duhet të jemi burim i cili i shpërndami lajmet. I shpërndami lajmet ato dhe i përhapim mesin e njerëzve. Por ne muslimanët duhet të jemi ajo si dhe ajo pengesë kur tek ne duhet të mundoj lajme. Dhe mi thonë stop, ky lajm a duhet mu konfirmu, duhet verifikohet e pastaj del nga unë. Por muslimanët nuk duhet të jenë ata të cilët bëhen burim i shpërndarjes, sa vjet i shpërndarjes gjithçka që i vija atyre, qoftë nga lajme ose tashatana. Sepse sot koha e teknologjisë ja mundson njerëzve dhe më shumë nëpërmes rrjeteve sociale për të shpërndarë shpesh herë lajmet e pasakta, lajmet të cilat e dëmtojnë individin, pa e dëmtojnë familjen dhe pa e dëmtojnë shoqërinë. Pastaj ti do të jesh përgjegjës për këtë lajme dhe për këto pasoja që të ardhmen në këtë botë ose në botën tjetër, do thotë
do të jepsh llogari. Sepse të folësh për dikën pa të drejtë, pa dije, t'jam veshësh dikuj një gjë në këtë botë, do thotë është përgjithësi në këtë botë. Sepse nuk ka me kalu, do thotë, nuk i me kalu prej kësaj bote, vetë se do të vije e njëjta sprovë, kur do të tjerët kanë me folë kundër teje ato që nuk i ki. Pastaj do ta shijosh, do të thotë sa është do thotë me folë dikush për ty, atë që nuk i ki. Na boft Zoti nga ata të cilët i kuptohemi, do thotë gjana, dhe i shohmi ata me syrin e zemrës para se të shohmi me syrin e ballë. Na mundsoft Allahu xhelle xhelalu të jemi nga ata të cilët kohrat e fitnave, për të cilat ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët jemi nga ata të cilët bëhemi pjesë, mi shujt këto fitne, mi mbulu këto fitne, e jo nga ata të cilët i dhezin. Allahu na lut neve, juve dhe gjithë besimtarët kudo që janë nga këto kohë të liga të cilët i kanë sjellë shpirtat e ligë të njerëzve. Allahu ja dhash të marrën këtij populli, Allahu ruaj këtë popull nga kurthat e mbrëmshme dhe të jashtme që vijnë her pas here, dhe Allahu na mundsoj që çdo herë me na udhëheq më i miri nga mesi jonë. Lutni ju Allahu për familjen, për veten tuaj dhe gjithë muslimanët kudo që janë, sepse Allahu i ndëgjon lutjet tuaja dhe u përgjigjet atyre.